Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po takojmë sërish së bashku në kanalin Monitor TV për të filluar sot për të sjellur pranë jush ngjarjet më të fundit, për të sjellur pranë jush sekretet më të fundit në fakt se çfarë do të ndodhen sonte në këtë finale të madhe. Fillimisht në këtë video dua të nis me një rregullore që Big Brother e ka postuar. Dua të jap informacione se si qëndron situata e fansave sonte, sa fansa do të ketë, nga ku do të jenë. Vetëm në ora 15, do me thënë nga Peja, do të nisen 6 autobus. Kjo e konfirmuar në mbështetje të Gjestit. Siguria është jashtëmase në nivel të lartë. Komplet policia e shtetit sonte është e pozicionuar pranë godinës së Top Channel për të mbajtur rendin dhe njëkohësisht për të patur kontrollin masiv tek të gjithë ndjekësit edhe fansat që vinë nga Maqedonia, Kosova, shqiptarët e Malit të Zi, të cilët duan ta shohin drejt për së drejti Big Brotherin dhe këtë finale të madhe. Produksioni Top Channelit ka bërë të ditur që të gjithë masat janë në dispozicion, duke e ditur edhe situatën e fundit ndaj Gjestit dhe çfarë agresioni është krijuar kundër drejt Jozit apo banorëve të cilët kanë përdorur këtë kartën e patriotizmit. Sonte pritet që të jetë një natë shumë e madhe, një natë gjigande, por edhe një natë e cila është e mbikëqyrur dhe e kontrolluar nga policia e shtetit dhe sigurimi i veçantë në mbarvajtje të kësaj finale. Për sigurinë dhe mbarvajtjen e kësaj finale spektakolare, stafi i sigurisë të Top Channel dëshiron të njofton gjithë shikuesit që kanë siguruar një biletë dhe do ta ndjekin show-n nga afër se ndalohet rreptësisht futja objekteve të rrezikshme, e mjeteve të mprehta, fishek zjarre, kapsolla, lazer e gjëra të tjera. Futja e lëndëve narkotike apo substancave të ndaluara me ligj. Futja e pijeve alkolike ose gotave shisheve prej qelçi, plastike nga jashtë, pijet i gjeni pranë skenës. Përdorimi i dronave apo objekteve të tjera regjistruese përveç telefoneve. Zaptimi i hapësirave të paautorizuara, si skena, pjesë teknike e shumë të tjera. Dhuna verbale apo fizike përfshirë fyerje, ofendime, përplasje me spektatorët e tjerë ose stafin organizativ. Përdorimi i flamujve, pankartave ose simboleve që nxisin urrejtje, racizëm apo diskriminim. Futja e kafshëve. Organizatorët dhe stafi i sigurisë të Top Channel kanë të drejtë të kryejnë kontrollin fizik për çdo person përpara hyrjes. Kushdo që nuk respekton rregulloren do të largohet nga ambienti pa rimbursimin e biletës. Top Channel nuk mban përgjegjësi për humbjen e sendeve tuaja personale. Kujdes. Top Channel në bashkëpunim me policinë e shtetit do të marrë masa për çdo shkelje të rregullores. Vëllau i madh ju fton të shihoni spektaklin e natës të madhe, spektaklin e finales të madhe. Do me thënë nga dëshira e madhe e fansave që po bëhet për të ndjekur sonte Big Brother Live, që do me thënë numri vetëm poritet pranë Top Channelit, fansat apo ndjekësit apo qytetarët të cilët kanë vendosur nga kudo që janë për të ndjekur këtë spektakël do të jenë të ndarë në 2 kënde, sepse do të jetë edhe skena e këndimit ku për herë të parë Gjesti do të performojë së bashku me Kellin, së bashku me Redonin dhe së bashku me Rikin. Janë 4 këngëtarët të cilët do të performojnë sonte në skenën gjigande, e cila është krijuar apo është ndërtuar vetëm pak afër shtëpisë së Big Brotherit. Do të thënë është një skenë e mrekullueshme, në atë skenë ku edhe do të shpallet fituesi i edicionit të 4. Duke e ditur dëshirën e madhe se sa duan që ta ndjekin këtë spektakël sonte live, se sa duan që ta shohin këtë spektakël sonte live dhe sa duan që t'i japin zë në fakt i spektakli, Top Channel siguron çdo moment edhe ka një super kontroll të madhe. Biletat vazhdojnë të shiten akoma, biletat vazhdojnë të jenë aktive akoma. Sonte pritet të jetë një natë mrekullueshme.
të gjithë banorët apo të gjithë finalistët do të kenë nga një surprizë nga vëllau i madh, të gjithë finalistët do të surprizohen nga vëllau i madh, pritet që motra Laerti të mbërin në shtëpinë e Big Brotherit, pritet që për herë të parë në shtëpinë e Big Brotherit të jetë motra e Rozanës, pritet që të jetë nëna e Egli Tako dhe pritet që të jetë edhe nëna e Gjestit apo Blerina, por në këtë rast dyshimet janë shumë të mëdha të nënës së Gjestit. Emocionet banorët i kanë kapluar, emocionet banorët i kanë vërthyer, sot është një natë e madhe për to, sot është një natë magjike për to. Unë jam shumë i bindur që do të kalojnë në shumë emocione të ndryshme dhe brenda vetes së tyre do të përjetojnë çaste që në jetën e tyre nuk do t'i harojnë lehtë. Nata e mbrëmshme në fakt ka qenë një natë e përgjumur, për herë të parë banorët kanë rënë të flënë që në ora 1 të natës, duke u munduar që të vista më shpejt dita e sotme edhe banorët të shijojnë pafund këtë bekim, këtë mrekulli që pritet të ndodhë natën e sonte. Do me thënë, bëhet fjalë për një spektakël që do t'jetë në dimensione shumë të larta. Bëhet fjalë për një spektakël që për herë të parë do të ndodhë në Shqipëri. Bëhet fjalë që në atë skenë do të ngjitet një fenomen, do të ngjitet një djalë i cili mbërtheu zemrat e publikut për ditë të tëra, për net të tëra, për orë e qindra mijëra minuta të tëra që të gjithë shqiptarët u pasionuan dhe u apasionuan pas Gjestit. Fillimisht një herë do t'jenë surprizat e të 4 banorëve, për secilin do të ketë nga një surprizë, gjysmat e surprizave janë të pozicionuar në Storm Arena, ndërsa gjysmat e surprizave janë të pozicionuara në kënde të tjera të shtëpisë, ku realisht vllau i madh ka vendosur që të shëndërojë një moment të jetës së tyre brenda kësaj shtëpie. Sonte do të shohim dhomat e tyre të gjumit brenda kësaj shtëpie. Do të shohim dhomat e tyre të ndenjës ku ato kanë kaluar momente nga më të bukura, po qoftë edhe më të errta të jetës së tyre. Nostalgji pafund, emocione të ndryshme, lot gëzimi, lot humbjeje. Por në momentin që ato do të ngjiten në studion e Big Brother, do të arrijnë të kuptojnë se çfarë dashurie dhe çfarë rrugësh në fakt u janë hapur në jetën e tyre. Publiku shqiptar është entuziast pafund për të arritur të kuptojnë se në fakt çfarë surprizash tjera ka vendos vllau i madh. Me patjetër që për këto 4 finalistë, sonte do të hapet kutia e artë, nuk do të themi kutia e Pandorës, po kutia e artë e mirësive e dhuratave të bukura që vllau i madh ka përgatitur për këto banorë. Do të jetë spektakli i parë, do të jetë nata e parë, ku banorët nuk do të përfshihen në asnjë moment të keq, përpos se momente shumë të bukura, surpriza shumë të bukura, dhurata shumë të bukura që do të përkasin vetëm atyre dhe vetëm për lojën që ato kanë bërë. Ne të gjithë do të pozicionohemi në ora 9:15 pranë Top Channel, por do kisha dashur që të ndiqni këtë rregulloren dhe të kalojmë sa më qetë. Le të japim një shembull të mrekullueshëm tek të huajt se ne dim të mbështesim, ne dim të duartrokasim dhe nuk do bëjmë skandale që të turprojmë veten, por edhe të gjithë këtë spektakël dhe t'i mërzisim ato për të cilët të gjithë shqiptarët sonte janë tubuar. Do me thënë, edhe një herë për fund se do ta mbyll këtë video, numri që po rritet pranë Top Channelit me interesin e madh që shqiptarët duan ta ndjekin nga live këtë apo duan ta ndjekin direkt këtë finale, është tepër numër i lartë që në historinë e Big Brotherit për herë të parë do të ketë kaq shumë ndjekës. Ne do të takohemi sërish së bashku, vazhdoni të na ndiqni me subscribe për lajmet më të fundit në fakt se çfarë do të ndodhen sonte.